një kuvend kombëtar ku të marrin pjesë të gjitha grupet, një kuvend kombëtar ku të jetë të pranishëm dhe të përfaqësojë mbi 100 anëtar, të paktën ky ishte propozimi i parë dhe të marrin pjesë të gjitha grupet të cilët kanë qenë të pranishëm në këto 11 ditë në protesta, pasi sipas tyre nëse nuk do të ketë një zhvillim të protestës, atëherë mund të shkojë dhe nuk mund të vazhdojë më tej, duke kërkuar që nga kjo protestë duhet varet e ardhmja e Shqipërisë, e ardhmja e fëmijëve të tyre dhe për këtë arsye duhet të ketë një zhvillim dhe nuk është mjaftueshme sipas folse që të qëndrojnë vetëm me faktin që njëri prej tyre të marrë mikrofonin dhe më pas edhe të flasë të ikë dhe nga ana tjetër pas këtij folsi ka patur edhe duar trokitje, por mbetet për të parë nëse do kemi zhvillim me përsa përket pikërisht këtij propozimi. Jo vetëm për faktin që nëse do bën publika apo jo organizatorët, por nëse do ketë një grup të cilët do të jenë përfaqësues të grupeve të cilët kanë qenë të pranishëm gjatë këtyre 11 ditëve që më pas edhe të vinë me propozime konkrete apo ndoshta të formuara edhe ligjërisht apo nga ana tjetër çdo zhvillim tjetër dhe duket që tashmë edhe protestuesit protestuesit e përditshëm kërkojnë që të ketë një tjetër të vijojë me një tjetër qasje protestat, mos mjaftohet vetëm marrja e mikrofonit, të mbajtë një fjalimi, kërkimi largimit të zotit Rama dhe më pas